Të nderuar shikues, përshëndetje. Pushtimi amerikan i Irakut ishte një veprim i ndërmarrë për t'i hapur rrugën ambicjeve jo vetëm sioniste për Izraelin e madh, dhe kjo ka marrë formë disa vite para pushtimit të Irakut, ndërsa arkitektët e këtij manifesti janë personat që mbanin pozitat kyçe në administratën e ish-presidentit amerikan George Bush. Kur dyshja George Bush dhe Tony Blair vendosën të pushtojnë Irakun në vitin 2003, arsyeja vërtet nuk ishin armët biologjike të Saddam Huseinit e as mbështetja për terrorizmin, por rruga drejt Izraelit të madh. U shpikën të vërteta të paqena, të cilave ju dhanë zë mediat perëndimore, vetëm për ta justifikuar shkatrimin e Irakut si shtet i cili edhe sot nuk po gjen qetësinë dhe rruga drejt Izraelit të madh të kishte një pengesë më pak. Duket të ishte vendimtar fjalimi i kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu në vitin 2002 në Senatin Amerikan, kur ai këmbgulte në ndërhyrjen amerikane kundër regjimit të Saddam Huseinit, që ai e quante mbështetës të terrorizmit. Realisht, pushtimi amerikan i Irakut solli vetëm kaos, ngjalli luftrat sektare dhe solli ISIS-in. Një dekadë më vonë, e Izraeli sot vazhdon gjenocidin në Gaza, bashkëpunon me ISIS-in për të krijuar edhe më shumë kaos dhe kërcënon gjithë fqinjet arab. Pushtimi i Irakut dhe gjenocidi i Izraelit në Gaza janë dy ngjarje në kohra të ndryshme që i ndajnë plot 2 dekada, por janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Menjëherë pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, administrata e ish-presidentit George Bush kërkoi me ngulm arsye për të pushtuar Irakun dhe kur nuk gjeti, i shpiku. Në vitin 2002, Benjamin Netanyahu, sot kryeministri i Izraelit dhe autori i gjenocidit në Gaza, në Senatin Amerikan ju dha zë këtyre të vërtetave dhe kërkoi pushtimin e Irakut për shkak të gjoja mbështetjes terrorizmit. Vetëm pak orë pas 11 shtatorit, Donald Rumsfeld, sekretari i mbrojtjes në administratën Bush, urdhëroi kërkimin e lidhjeve të pavërteta mes Saddam Huseinit dhe Al-Qaedës. Torturat burgosurve si Ibn el-Sheikh el-Libi në buxhet egjiptiane solli dëshmi të rreme, të cilat më pas u përdorën nga Colin Powell, sekretar amerikan i shtetit, për të mashtruar Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Bushi dhe zyrtarët e tij të lartë shpikën të paktën 935 gënjeshtra në 2 vitet pas 11 shtatorit për të paraqitur Irakun si kërcënim. Dhe të gjitha këto gënjeshtra u mbështetën nga mediat amerikane, të cilat shpërlan trurin e opinionit amerikan, dhe Bushi tashmë i kishte duart e lira për ta pushtuar Irakun në vitin 2003. 22 vjet pas pushtimit amerikan të Irakut, viktimat e këtij akti kriminal, të prodhuar nga Shtetet e Bashkuara, janë pothuajse të panumërueshme. Vetë koncepti i së vërtetës duhet të renditet mes humbjeve më të mëdha. Profesori në Universitetin e New Yorkut, Mustafa Bayumi, shkruan se nuk duhet harruar se si administrata e George Bushit e manipuloi faktin, median dhe opinionin publik pas sulmeve të tmerrshme të 11 shtatorit, e përkushtuar me çdo kusht për të shpallur luftë kundër Irakut. Në orën 14:40, më 11 shtator 2001, vetëm disa orë pas sulmeve, sekretari i atëhershëm i mbrojtjes Donald Rumsfeld po i dërgonte një memorandum shefave të shtabit të përbashkët ushtarak për të kërkuar prova që do të justifikonin një sulm ndaj liderit irakian Saddam Hussein së bashku me Osama bin Ladenin. Vetëm 3 ditë më vonë, më 14 shtator, presidenti Bush zhvilloi telefonatën e tij të parë pas 11 shtatorit me kryeministin britanik Tony Blair. Sipas Bruce Riddle, i cili ishte prezent si antar i Këshillit Sigurisë Kombëtare të Bushit, presidenti i tha Blairit se planifikonte të godiste Irakun së shpejti. Blair u dukshëm i habitur, kujton Riddle. Ai e shtyu Bushin të paraqiste prova për lidhjen e Irakut me sulmet e 11 shtatorit dhe me Al-Qaedën. Sigurisht nuk kishte asnjë, dhe këtë e dinin shërbimet sekrete britanike. Edhe shërbimet amerikane e dinin se nuk kishte lidhje, por kjo nuk e ndaloi administratën të shpikte të vërtetën e saj nga gjaku dhe ajri i holl, aq të vendosur ishin për të pushtuar Irakun. Në Afganistan, SBA-ja kishte kapur një burr, Ibn al-Sheikh al-Libi, të dyshuar për lidhje të nivelit të lartë me Al-Qaedën. SBA-ja e dërgoi të burgosurin me arkivol të mbyllur në Egjipt, ku autoritetet egjiptiane e torturuan derisa ai pranoi se Iraku mbështeste Al-Qaedën dhe po ndihmonte në prodhimin e armëve kimike dhe biologjike.
Ky ishte një rrëfim i marrë nën torturë dhe prandaj, si thekson raporti i vitit 2014 i Komitetit të Senatit për Inteligjencën mbi torturën, thelbësisht i pabesueshëm. Al-Libi më vonë tërhoqi deklaratën, duke thënë se u kishte thënë torturuesve atë që mendonte se donin të dëgjonin. Pavarësisht kësaj, informacioni të cilin vetë inteligjenca amerikane konsideronte të rrem, u përfshi në fjalimin e Colin Powellit para Këshillit Sigurimit të OKB-s në shkurt të vitit 2003. Me fjalë të tjera, ishin vetëm gënjeshtra dhe më shumë gënjeshtra. Sipas Qendrës për Integritet Publik, në 2 vitet pas 11 shtatorit, Bushi dhe zyrtarët e tij të lartë thanë publikisht të paktën 935 gënjeshtra për kërcënimin që gjoja përfaqësonte Saddami për Shtetet e Bashkuara. Në prag të luftës, Bushi dhe bashkëpunëtorët e tij mbushën valët televizive me frazën "Ne nuk duam arma e tymosur të jetë një re bërthamore", aq shpesh sa që filloi të tingëllonte si një reklam e lirë e një firme ligjore. Dhe, siç dihet, armë të shkathrimit në masë nuk u gjetën kurrë. Bushi pati sukses atëherë sepse publiku i përgatitur të kishte frikë ishte i ndjeshëm ndaj gënjeshtrave të tij dhe media amerikane ishte e përkulur. The New York Times, si gazeta më e rëndësishme e vendit, luajti një rol kyç në përhapjen e gënjeshtrave të administratës, me atë që mund ta quajmë një profesionalizëm të dyshimt. Në vitin 2004, gazeta publikoi një mea culpa, duke pranuar se kishte çorientuar lexuesit për armët irakiane të shkatrimit në masë dhe më shumë, sepse llogaritë mërgjimtarëve anti-Saddam u konfirmuan me lehtësi nga zyrtarë amerikanë të bindur për nevojën për ndërhyrje në Irak. Në gjithë atë reflektim të dhimbshëm, editoriali i Times arriti të vinte fajin kryesisht mërgjimtarëve të huaj, më shumë se sa qeverisë amerikane apo vetë gazetës. Zyrtarët e administratës tani pranojnë se ndonjëherë ranë pre e dezinformimit nga këto burime të mërguara, thuhej në editorial. Po kështu edhe shumë organizata mediatike, veçanërisht kjo jona. Mund thuhet se këto janë lajme të vjetra, por pse kanë rëndësi sot? Sepse pushtimi i udhëhequr nga SBA-ja jo vetëm që shkatërroi Irakun, por zhvendosi afro 9 milion njerëz, vrau të paktën 300.000 civil nga dhuna drejt për drejt dhe shkatroi edhe më tej një mjedis tashmë të rrezikuar. Mbi 4.400 amerikanë gjithashtu u vranë dhe gati 32.000 u plagosën në Irak. Ky pushtim destabilizoi rajonin dhe është padyshim një ndër shkaqet kryesore të krizës aktuale globale të migracionit. Projekti Kostot e luftës i Universitetit Brown vëren se numri i njerëzve të zhvendosur nga gjitha luftrat e SBA-s pas 11 shtatorit, të paktën 38 milion njerëz, i tejkalon të gjitha zhvendosjet e krijuara nga çdo luftë që nga viti 1900 përveç luftës së dytë botërore. Lufta në Irak hapi rrugën për një stil politik, ku e vërteta është, në rastin më të mirë, një pengesë. Shumë kohë përpara se zëdhënësja e Trumpit, Kellyanne Conway, të fliste në lëndinën e shtëpisë së bardhë për fakte alternative në vitin 2017, shumë përpara se Trump të shpikte termin lajme të rreme dhe shumë më herët se një padit zbulonte bashkëpunimin e fshehtë midis një perandorie mediatike të djathtë dhe një qeverie gënjeshtare. Ne tashmë po jetonim në një botë pas së vërtetës, të krijuar pjesërisht nga një media e etabluar, e gatshme për të amplifikuar gënjeshtrat qeveritare. Sigurisht, politikanët kanë ofruar gënjeshtra që kur janë shpikur gënjeshtrat, ndoshta që kur janë shpikur vetë politikanët. Dhe Bushi nuk është presidenti i parë amerikan që e ka futur vendin në luftë mbi bazën e një gënjeshtre. I shtyr nga baroni mediatik William Randolph Hearst, William McKinley e futi SBA-n në luftën spanjolo-amerikane mbi një gënjeshtër. Incidenti i gjirit të Tonkinit, që e futi plotësisht SBA-n në Vietnam, gjithashtu ishte pothuajse një gënjeshtër. Po dallimi me pushtimin e Irakut nga Bushi ishte mënyra se si aparati i gënjeshtrës u institucionalizua brenda qeverisë dhe u ndihmua nga media. Nëse nuk të pëlqejnë informacionet që t'japin agjencitë e tua të inteligjencës, krijo thjesht një agjenci tjetër, zyra e planeve të veçanta. Kur Bushi la postin, ndoshta trupat amerikane kishin filluar të largoheshin nga qytetet kryesore të Irakut, por lufta kundër terrorit ishte kthyer realisht në një mënyrë jetese.
bota ende po përballet me pasojat e këtyre gënjeshtrave dhe institucioneve që u ndërtuan mbi to. Në SBA, ato vazhdojnë të gërryen jetën politike. Veteranët e luftrave në Irak dhe Afganistan janë të mbipërfaqësuar në lëvizjet ekstremiste të djathta në këtë vend. Besimi publik te qeveria është pranë pikës më të ulët historike, pasi ra ndjeshëm gjatë viteve të Bushit. Ndërkohë kompanitë e rrjeteve sociale kanë marrë përsipër amplifikimin e gënjeshtrave që thonë politikanët irakian. 22 vjet pas pushtimit të Irakut, kjo luftë e dështuar vazhdon të degradojë jetën tonë politike kombëtare, shkruan Bajumi. Mund të jetë një realitet i vështirë për të përballur, por është gjithsesi e vërteta. Në vitin 2003, Tony Blair i citoi me krenari fjalët e një generali britanik të vitit 1917. Ne nuk vim si pushtues, por si çlirimtar. Por ashtu si kolonializmi britanik i atërshëm, edhe pushtimi amerikan britanik çoi në përgjakje, shtypje dhe një vend të shkatruar. Historia nuk ishte harruar nga irakianët, por ishte injoruar me arrogancë nga ata që nisën luftën. Gjatë regjimit Saddamit kishte frikë, por kishte edhe rregull. Sot, pas më shumë se 2 dekadash demokracie të eksportuar, irakianët përballen me mungesë uji, energjie, institucione jo funksionale dhe me korrupsion pafund. Në një ironi të hitur, disa thonë se më mirë një diktator se një dhunë pafund. Dyshja, George Bush dhe Tony Blair, që e nisën këtë luftë, ecin sot në korridoret e konferencave ndërkombëtare si njerëz të respektuar. Por për irakianët, ata janë autorët e një tragjedie që nuk përfundon kurrë. Në një botë pa drejtësi, vrasësit e shteteve bëhen analistë të çështjeve globale. Ushtrit tona nuk hynë në qytet dhe tokat tuaja si pushtues apo armiq, por si çlirimtar. Thuhej në një shpallje drejtuar popullit të Irakut. Këto mund të ishin fjalët e kryeministit britanik Tony Blair apo të president amerikan George Bush në kohën e pushtimit të Irakut në vitin 2003. Por në fakt, i përkasin vitit 1917 dhe janë shkruar nga general-lejtenanti Sir Stanley Maude, komandanti forcave britanike në Irak. Pushtimi britanik që pasoi ishte kaotik, megjithse jo aq sa versioni modern i udhëhequr nga SBA-ja. Atëherë, populli i Irakut ngriti një kryengritje të përgjakshme kundër britanikëve, të cilët, sipas raportimeve, përdorën gaz helmues ndaj kurdëve në veri, ndër të tjera. Po të kishte lexuar më me kujdes historinë, Blair mund ta kishte marrë përvojën britanike si një paralajmërim. Por, krah për krah me Bushin, ai u hodh me kokë në një vorbull që shumë shpejt u shndrua në një kazan. Disa vite pas pushtimit të Irakut, janë bërë disa analiza mbi ligjshmërinë e okupimit të këtij vendi nga SBA-ja në vitin 2003, ndërsa një raport mbi luftën në Irak ka zbërthyer rolin e ish-kryeministit britanik Tony Blair në këtë luftë. Chilcot Report ka bërë një përshkrim të detajuar situatës të vitit 2003, kur edhe nisi lufta në Irak. Sipas këtij raporti, Tony Blair i pati thënë president amerikan Bush që 2 vjet para se të niste lufta, të bënin një sulm të tillë. Lufto tani, shpjegimet jepi më vonë. Kështu i pati thënë Blair presidentit Bush. Chilcot Report kritikon Blairin mbi vendimin e tij për nisur një luftë në Irak, duke deklaruar se ende nuk ishin shterur negociatat diplomatike kur nisi lufta. Lufta nuk ishte mundësia e fundit, por Blair i vendosi kështu, citon raporti. Raporti më tej thotë se Blair nuk ishte i përgatitur për pasojat e luftës, pavarësisht paralajmërimeve që i bën disa ekspertë. Emailët sekrete mes Blairit dhe Bushit u publikuan dhe në një prej tyre Blair i shkruan te Bushit: "Vepro tani dhe justifikohu më vonë." Gjithashtu një hetim i bërë në Holand mbi ligjshmërinë e luftës së Irakut ka arritur në përfundimin se pushtimi amerikano-britanik i 2003-s nuk ishte autorizuar nga një rezolut më e hershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Hetimi konstaton se përmbajtja e rezolutës 1441 e aprovuar në fillim të viteve 90-ta nuk mund të interpretohej sikur e kishin autorizuar shtetet anëtare individuale, SBA-ja, Britania e Madhe dhe shtetet aleate për të përdorur forcën ushtarake kundër Irakut. Pa ligjshmërinë e luftës në Irak, e argumenton edhe ish sekretari i përgjithshëm i OKB-s,
Kofi Annan, i cili në prononcimin rreth ligjshmërisë së luftës në Irak, ka thënë se pushtimi i udhëhequr nga amerikanët në Irak ishte një veprim i paligjshëm. Në një intervistë për BBC-n, Annan sfidoi bazën ligjore të luftës, duke thënë se ishte në kundërshtim me kartën OKB-s. Ai tha se vendimi për të ndërmarrë veprime ushtarake duhej marrë nga Këshilli i Sigurimit dhe jo në mënyrë të njëanshme nga një vend antar i Këshillit. Unë kam theksuar se ndërhyrja nuk ishte në përputhje me kartën OKB-s. Nga pikpamja jon, ndërhyrja ishte jo ligjore. Ish-sekretari i përgjithshëm i OKB-s tha se veprimet të tilla ushtarake në të ardhmen duhet të kenë miratimin e OKB-s dhe përkrahje më të gjerë ndërkombëtare. Sipas tij, Bashkësia Ndërkombëtare kishte marrë një mësim të dhimbshëm nga këto veprime. Miliona irakian janë bërë të pastre nga lufta kundër ISIS-it. Dhe të shumt janë ata të shpërngulur apo të dëbuar gjatë kaosit viteve të okupimit, që nuk kanë asgjë për të festuar në këtë lindje të mesme të re. Qindra mijëra janë vrarë që nga pushtimi i vitit 2003. Çlirimi nuk funksionoi para ta. Pretendimet artikuluara me ngulm nga Bushi dhe Bleri për ndërhyrje në Irak janë dëshmuar si plotësisht rreme. Qofse ishin gënjeshtra apo thjesht gjykime katastrofike, nuk do ta dim kurrë me siguri, por pasojat janë të dukshme për të gjithë. Nuk pati armë të shkatrimit në masë. Në Irak sot nuk ka paqe dhe begati. Demokracia që u imponua nga okupimi amerikan është thelbësisht e dëmtuar dhe rrezikshme e paqëndrueshme. Pushtimi i Irakut hapi kutinë e Pandorës, nga e cila dolën sektarizmi, terrorizmi dhe dhuna, dhe askush nuk ka arritur t'i kthejë më në vend. Irakianët, sunit dhe shiit, luftuan koalicionin e udhëhequr nga SHBA-ja dhe masakruan njëri tjetrin. Sulmet vetvrasëse dhe skuadrat e vdekjes përhapën terror në gjithë vendin. Në prag të pushtimit, Blair tha: "Nëse nuk përballemi me këto dy kërcënime të shteteve të pabindura me armë të shkatrimit në masë dhe terrorizmin, ato nuk do të zhduken." Por përkundrazi, terrorizmi në formën e ISIS-it krijoi shtetin e vet të pabindur, duke ripërcaktuar aq shumë konceptin e terrorizmit, saqë edhe Al-Qaeda e dënoi për ekstremizëm të tepruar. Entiteti që krijuan Bushi dhe Bleri, Iraku i sotëm, është një nga vendet më të korruptuara në botë. Noton mbi det nafte, por pak nga ajo pasuri përfundon tek njerëzit e zakonshëm. Mungesa e ujit dhe energjisë elektrike janë të zakonshme. Nuk ka një mendim të unifikuar. Shumë irakian kujtojnë me mall ditët e Saddam Huseinit, kur sulmet terroriste ishin të rralla, kur nuk kishte mure betoni apo post-bloqe, dhe kur mund të udhtojë pothuaj kudo në Bagdad apo Irak, pa frikën se do të qelloheshe apo rrëmbeheshe. Nuk kishte liri fjale, nuk kishte demokraci. Saddam i sundonte me frikë, por të paktën kishte një rregull. Kur e ke provuar anarkin dhe Iraku e ka provuar me bollëk, diktatura nuk duket aq e keqe. Bushi dhe Bleri ndihmuan në konsolidimin e statusit gjysmë autonom të Kurdistanit irakian, duke ndarë de facto rajonin nga pjesa tjetër e Irakut. Dhe për këtë, kurdët kanë mbyllur syt ndaj asaj që ndodhi në pjesën tjetër të vendit. CIA e dinte se Saddam Husseini nuk kishte armë kimike, por e fshehu të vërtetën. Hetuesit që morin në pyetje Husseinin zbulon se lufta në Iraku bazuan mbi trillime. Ish-agenti CIA-s John Nixon rrëfen se si u shpikën arsyet për pushtimin, nga armët e shkatrimit në masë te lidhjet me Al-Qaedën, të gjitha dolën të rreme pas arrestimit të Saddam Husseinit. Sipas librit Marrja në pyetje e Saddamit, Nixoni dëshmon se CIA kishte prova para pushtimit që e linin jashtë çdo dyshimi. Saddami nuk po qeveriste më, nuk kishte armë kimike dhe nuk kishte lidhje me Bin Ladenin. Megjithatë, Bushi dhe Bleri vendosën të pushtojnë Irakun, të arrëzojnë Saddam Husseinin, të vjedhin pasuritë e Irakut, edhe pse faturën për gjithë këtë e paguajtën shtrenjtë irakianët. Thuhet se deri në 300.000 irakian janë vrarë dhe vendi u shkatrua tërësisht. A ishte i vështirë largimi i Saddam Husseinit nga pushteti? Pyeti zyrtari i CIA-s John Nixon dhe u përgjigj vetë. Unë mund të flas vetëm për veten time, kur them se përgjigja duhet të jetë jo. Saddam ishte i zënë duke shkruar romane në vitin 2003. Ai nuk ishte më drejtuesi i qeverisë. Për fat të keq,
CIA kishte disa dëshmi se ky ishte rasti përpara pushtimit të Irakut, por se nuk ju transmetua asnjëherë politikbërësve dhe kjo dëshmi doli vetëm pas luftës. Shkruan John Nixon në librin e tij Marrja në pyetje Saddam Huseinit. John Nixon ishte agent i CIA-s, i autorizuar për ta marrë në pyetje ish-presidentin irakian që nga momenti i arrestimit në vitin 2003. Ndër të tjera, thekson ai në librin e tij se pas marrjes në pyetje, Saddam Huseini përmbysi të gjitha përfundimet mbi të cilat u planifikua pushtimi i Irakut. Sipas autorit, u deshën 10 vjet nga ekzekutimi i Saddamit për të shkruar ky libër, ku përfshihet çdo gjë lidhur me fundin e ish udhëhecit irakian. Në faqet e librit paraqiten dokumente që faktojnë se në bazë të dëshmisë së tij dhe hetimeve që u kryen, të gjitha ato për cilat ishte akuzuar Saddam Huseini dhe që motivuan ndërhyrjen ushtarake amerikane në Irak, ishin gënjeshtra. Ishte 13 dhjetor 2003 dhe kishte 8 javë që isha në Irak si hetuesi CIA-s në përpjekje për zbuluar vendodhjen e Saddam Huseinit. Lufta për përmbysjen e regjimit vazhdonte prej 9 muajsh, kur ata që ishin në kërkim të gjurmëve të Saddamit zbuluan pranë një ferme në qytetin e tij Tikrit një streh të nënveshme dhe një njeri me mjekër që banonte atje. Nga tatuazhet që kishte në dorën e djathtë dhe në gjoks, si dhe nga shenjat e një plagë të vjetër plumbi në këmbën e majt, arritën në përfundimin se kush ishte ai person. Dhe ai vetë pranoi, shkruan Nixon në librin e tij. Hetuesi i CIA-s shkruan në librin e tij: ishte shumë mirë që Saddami u kap, por tani ne duhet të arrinim në të vërtetën për regjimin e tij dhe për armët e shkatrimit në masë që ishin dhe shkaku i pushtimit amerikan. Përgjigjja e tij ishte thuajse fyese për ne. Iraku nuk është shtet terrorist. Nuk kemi patur marrëdhënie me Osama bin Ladenin. Nuk kemi patur armë të shkatrimit në masë. Dhe nuk kemi qenë kërcënim për fqinjet tanë. George Bushi mendonte se Iraku do të sulmonte babushin e tij dhe për këtë tha se kishim armë të shkatrimit në masë. Këto ishin fjalët e Saddam Huseinit. Nixon përshkruan në libër se Saddami gjithashtu mohoi çdo përfshirje në sulmin terrorist të 11 shtatorit. Ja kush kanë qenë të përfshirë, tha ai. Lideri i bandës, Mohammed Tata, ishte nga Iraku? Jo. Ai ishte egjiptian. Nga cilat vende kanë ardhur? Nga Arabia Saudite. Atëherë pse mendoni se kam gisht në sulmet e 11 shtatorit? Gjatë marrjes në pyetje, shpeshherë Saddami shpërthente në të qeshura gëzimi, shkruan Nixon. Ju do të dështoni. Do ta kuptoni se nuk është kaq e lehtë të qeverisësh Irakun, citohet duke thënë ai hetuesve. Dhe sipas Nixonit, historia e ka përligjur. Nixon, i cili u largua nga CIA në vitin 2011, tha se ishte i turpëruar nga ajo që ndodhi në Irak pas vdekjes së Saddam Huseinit. Ndoshta në dritën e rritjes së mëvonshme të ISIS-it, rajoni do të kishte qenë më mirë nëse Saddam Huseini do të kishte qëndruar në postin e tij, ka shkruar në librin e tij agenti i CIA-s John Nixon. Që kur lideri ekstremist izraelit Benjamin Netanyahu mori pushtetin në vitin 1996, një grup imperialistësh amerikan që mes tjera shpërbëhen nga Dick Cheney dhe Donald Rumsfeld si miqtë e sionizmit, hartuan një raport të posaçëm për Netanyahun dhe të ardhmen e Izraelit të madh. Raporti i quajtur Clean Break, pushimi i pastër, paraqiste vizionin strategjik të Washingtonit dhe Tel Avivit për 2 dekadat e ardhshme dhe bënte thirrje për rënimin e themeleve të marrëveshjes së Oslos, nxitjen e SBA-s të përmbys regjimin e Saddam Huseinit në Irak, si dhe inkursionet armatosura në Liban dhe sulme të mundshme kundër Sirisë dhe Iranit. Ky program ishte me pak fjalë një recetë për krijimin e Izraelit të madh, të promovuar nga Theodor Herzl mbi një shekull më parë. Në vitin 1996, një grup imperialistësh me origjinë amerikane që përbëhen nga Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld dhe Richard Perle, krijuan një institut të ri të quajtur Projekti për një shekull të ri amerikan. Ndërsa qëllimi parimor i grupit të ekspertëve varet përfundimisht nga një moment i ri, Pearl Harbor, që do të justifikonte një epokë të re të luftrave për ndryshimin e regjimit në lindjen e mesme,
Një pjesë dyrsore, por po aq e rëndësishme, përfshinte dominimin e Izraelit të madh. Fanatikët e partisë ekstremiste izraelite, Likud, morën pushtetin mbi trupin e vrarë të kryeministit izraelit Yitzhak Rabin në vitin 1995. Pikërisht nga fillimi i regjimit të ri të kryeministit Benjamin Netanyahu, Richard Perle shkroi raportin Clean Brick, A Strategy for Securing the Realm, që do të qeverisnin vizionin strategjik të Washingtonit dhe Tel Avivit për 2 dekada të ardhshme. Bëi thirrje për anulimin e themeleve të marrëveshjes së Oslos, që mendonte të sillte një klim paqeje përmes bashkëpunimit ekonomik në lindjen e mesme në një zgjidhje me 2 shtete. Nisjen e një doktrine të re të së drejtës së ndjekjes që justifikon inkursionet armatosura në territoret palestineze, nxitjen e SHBA-s të përmbys regjimin e Saddam Huseinit në Irak dhe inkursionet armatosura Isaac Cook mbi një shekull më parë. Ndërsa afati kohor anglo-sionist u ndërpre gjatë viteve në vijim, qëllimi i ngulitur në Clean Brick nuk u zhdu kurrë. Me prishjen e ardhshme të sistemit financiar perëndimor, tepër të fryrë nga njëra anë, dhe shfaqjen e një arkitekture të re multipolare të sigurisë dhe ekonomike nga ana tjetër, duken fantazmat që orkestruan 11 shtatorin, vran Yitzhak Rabinin dhe Yasser Arafatin dhe ringjallën kryqëzatat, kanë vendosur të shkelin mbi tabelën e shahut. Kryera e një analize racionale të motiveve për këtë lloj dinamike përbën një vështirësi të madhe për çdo komentues gjeopolitik që është mësuar të mendojë në terma të pranueshëm akademikisht, të cilat supozojnë se interesi racional vetjak i qallëron lojrat brenda një loje. Në këtë rast, interesi racional vetjak është infektuar nga dozat të rënda të hegemonizmit vetdelirant, zeloti fanatike perandorake dhe eskatologjisë së fundit të kohrave me një kthes mesianike, duke marrë forma të krishtera dhe qifute. Sipas Matthew Ehret, nëse kjo situatë do të zhvillohej në vitin 1996, atëherë kur nuk ekzistonte asnjë koalicion i fuqishëm i Rusisë, Kinës dhe Iranit për të mbrojtur Egjiptin kundër luftës së kërcënuar anglo-sioniste. Ishte kjo tëra të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.